Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 8 dhjetor të 2025. Duket se kemi një ditë të rëndësishme nga aspektet e ndryshimeve të mëdha që kanë bëjnë me anën e punës, kanë bëjnë me dokumenta, sepse Marsi që formon një trekëndësh me një planet që është në shigjetar, ku u jep mundësi, sidomos dhe në Mërkurin dhe në ndikimet e tjera, ky kënd sjell mundësi për të shëruar plagët e vjetra që lidhen me mungesën e vetbesimit dhe gjërat e tjera. Në disa mënyra do ndihemi më rehat, duke u përballur me disa çështje sigurisë tonë, ku duhet me mençuri të zgjidhim, dhe kjo do thotë rehati për arsye të zgjidhjes së problematikave, por gjithashtu për të lejuar vetes të bëjmë paqe me ato që ishim dikur dhe të besojmë në një version të ri të vetes tonë, për të siguruar dhe besimin më të madh në aftësitë tona. Kjo do thotë mundësi, kjo do thotë në lidhje me gjërat të mëdha që do të ndodhin në vazhdimsi. Pikërisht data 8 është një ditë shumë e rëndësishme, ku gjërat do të jenë në favor dhe jo disfavor. Momentet dhe mundësitë që janë mjaft në kohën e duhur për të bërë zgjidhjen e duhur në anën tonë, është momenti dhe periudha mjaft pozitive, por meqense kemi të bëjmë me disa takime shumë të rëndësishme, dhe kjo na ndihmon në fakt për të parë se çfarë do të bëjmë në vazhdimsi. Por gjithsesi, koha ka treguar që fati na do dhe është momenti mjaft i mirë dhe solid për anën ekonomike financiare, pozitiv në atë që ka do të bëhet dhe mundësit që ka të bëjnë. Është koha dhe momenti për të zgjidhur problemet që neve kemi, dhe prandaj themi që gjithmonë jemi një hap para asaj çfarë ndodh. Megjithatë, pikërisht data 8, ku gjërat do jenë krejt ndryshe dhe mundësi të arta. Fillimi i javës, javë të mbarë, juroj gjithë ku do ndodheni, dhe është mundësia dhe momenti më i mirë i mundshëm. Por pas të fillojmë me parashikimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për të gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve ju intereson. Duke zgjedhur paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes dhe paketës suaj, e shikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigje. Po gjithçka juve kërkoni dhe aty e gjeni në detaje. Duke bler paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, shkoni te sekretaria, e shikoni atë atje dhe më pas duke bërë blerjen dhe flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypeit. Për ju që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti, dhe duke pasur parasysh se nga ndonjëherë gjërat që juve doni dhe shikoni në ekran dhe doni të dërgoni mesazh. Atëherë, duke dërguar mesazhin e numrit për katës të shikoni se si funksionon, dhe duke pasur parasysh të dërgoni mesazhin për të marrë përgjigje, duke dërguar mesazhin për të folur bashkë. Dhe kjo kemi pikërisht të butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Ju shenjës të Dashit duket se nga do që ta kthesh, keni shansin më të mirë dhe mundësinë më të artë në lidhje me takimet, në lidhje me vendimet, në lidhje me ndryshimet. Ndryshimet që janë ndryshimet një pasnjëshme që keni në fushën e punës suaj. Ajo që do duket është mjaft pozitive dhe mjaft ideale, sepse do të shikoni dhe vetë ku gjëra do të ndryshojnë dhe keni një mundësi mjaft të mirë në fushën e ekonomisë, në fushën e ndryshimit madh dhe në fushën e takimeve të bisedimeve që do të keni. Bisedime sidomos, sepse kjo vlen shumë për të kuptuar dhe për të realizuar në anën tuaj. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujorët e dhjetëdijit parë, luanët e dhjetëdijit të tretë, që është koha më e mirë e mundshme për të dhënë dhe për të kuptuar anën ekonomike dhe biznesin. Në lidhje me çështjet e dashurisë, lidhje që kanë të bëjnë me britsjapët e dhjetëdijit parë, gaforet e dhjetëdijit të tretë, është
perfektja dhe koha e duhur për zgjidhur çështje problematike. Vijojmë tek shenja e radhës, tek një shenjë që ndikohet jashtëmase që do thotë shenja e demit. Për ju të shenjës së demit, duket se ka një mundësi ose një diçka e artë, mund thosha unë, në lidhje me takimet, në lidhje me vendimet që mund të merren, sepse është koha e duhur në mundësitë të arta që kemi në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me ujorët e ditësh të parë dhe virgjëresht duke të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë binjakët. Për sa përket binjakëve, meqense binjakët duket se në këtë periudhë kanë disa mundësi për në lidhje me punën, në lidhje me karrierën e tyre, sepse karriera është baza në lidhje me çështjet që ata kanë, por gjithsesi është një periudhë shumë e mirë dhe tepër pozitive në ekonomi, në stabilizime, në çështje të rëndësishme financiare, me financat sidomos se kanë kohën e tyre dhe është momenti që tani për tani keni kohën më të mirë dhe çështjet më ndikime të mira në lidhje me sepse në një takim pune, se do bëni juve çështje binjakëve, do thotë që janë afatgjat, nuk është afat shkurtër. Dhe kjo është mundësia që juve të zgjidhni çështje problematike. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dash është idealja, por pse jo edhe me peshore. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë gaforja. Për gaforet në fakt kemi folur shumë dhe edhe periudha që ndodhi fenomenet, për shembull, në disa raste kemi pasur dhe çështje të lëna pezull për sa përket punës edhe gjërave. Po gaforet tani për tani kanë dhe mundësinë, kanë gurin dhe arrën dorë për gjithë vend për ta thyer, dhe kjo do thotë që është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive në zgjidhje të konflikteve ose të problematikave që keni pasur me kohë përpara, por është dhe një moment tani, është momenti më i mirë i mundshëm mbi stabilizimin, konkretizimin e gjërave dhe të kohës suaj, sepse koha ka treguar që jeni me fat, është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv për marrje vendime shëndetësime. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëmtë e ditësh të parë, akrepët e ditësh të që është perfektja, por një ndikim shumë i madh do të jetë me ujorët e ditësh të parë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Për sa përket luanëve, meqense luanët duket se në këtë periudhë kanë të tyren, por vallë sa janë të përgatitur për të nisur një rrugtim ose për të bërë diçka në veten e tyre, sepse gjithmonë luanët të ditësh të parë, për shembull, kanë mundësinë për të gjetur një punë të re. Kurse luanët e ditësh të tretë kanë një punë që duan të ndryshojnë nga i profil në profil tjetër, të njëjtën punë. Dhe kjo është një mundësi që po është e bëshme dhe është e realizueshme, për arsye të juve keni pasur shumë ndikime dhe shumë gjëra të tjera që duket që tani për tani është koha dhe momenti më i mirë i mundshëm për stabilizimin dhe ndryshimet që do të keni. Ndryshimet janë fantastike për lidhje me punën tuaj aktuale, në lidhje me disa vendime shumë të rëndësishme që do të merrni më përpara apo disa kohë që keni pasur në problematika të ndryshme, por tani është momenti juaj dhe koha tregon që jeni me shumë fat. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me ujor dhe me akrepët e ditësh të dytë është koha juaj dhe mundësia. Shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër, që është virgjëresha. Për ju të kësaj shenje, edhe pse në plan parë ju duket pak e vështirë kjo ditë, gjithmonë virgjëreshat në fakt jo se kanë probleme ose kanë gjëra që nuk duan të nisin diçka ose të bëjnë diçka. Unë them që jo vetëm se e bëjnë, sepse gjithmonë virgjëreshat ditëhane kanë të tyren dhe mundësitë që atyre ju jepen në anën e tyre në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë, por unë them që ndikimet të datës 8 ditës së hënë, një javë të mbarë, uroj, është momenti virgjëreshat që juve të rishikoni bisedimet që keni pas bërë më përpara dhe çfarë dëshironi tani në këtë periudhë. Është periudhë e mirë, është periudha mjaft pozitive për juve dhe koha që tregon është në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me gaforet e ditësh të parë dhe me britsjap duken të mbara, edhe pse me vështirësi, por do dilni mjaft mirë në dashuri, por dhe një bashkim familjar është më së mundë të ndodhi. Nëse ju jeni jashtë ose jeni pritje dokumentacione, është koha për të parë se çfarë do të bëni në vazhdimsi. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujorët e ditësh të parë dhe gafore duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë peshorja. Për sa përket peshoreve, peshorët duket se tani
është një mundësi shumë e mirë për anën tuaj, duke pasur parasysh punën, karrierën, ndryshime dhe vendime të mëdha që do të merrni. Janë vendime pozitive dhe koha e duhur për të marrë për ndryshime të mëdha që do të keni, janë ndryshime pozitive këto, jo rutinë, sepse është një mundësi shumë e mirë tani për të parë se çfarë do të bëni në vazhdimsi. Kjo periudhë është mjaft pozitive dhe periudha që ndodhin fenomenet është koha e duhur. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Luan dhe me Peshk është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë Akrepi. Për sa i përket shenjës së Akrepëve, Akrepët duket se këtë periudhë kanë të tyren, edhe pse në mundësitë që kanë pasur, kohën kanë pasur në dispozicion, vendime që mund të marrin, vendimet historike që kanë, është një moment shumë i mirë pozitiv në ekonomi dhe në stabilizime. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë pasur me disa probleme të vogla, disa probleme që zgjidhen në fakt, marrin zgjidhje, por do të thotë që ndikimet që kanë Akrep, Luan, Akrep Peshk sidomos është një periudhë shumë e mirë dhe tepër pozitive mbi ndryshimet dhe kohën e duhur për të bërë zgjidhjen e duhur në anën e biznesit, por dhe në financa. Në financa sidomos është një periudhë mjaft e mirë dhe tepër pozitive në vazhdimsi. Shkojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shigjetari. Për sa përket shigjetarëve, meqenëse shigjetarët tani në këtë periudhë kanë disa mundësi, kanë një kohë që vërtet është pozitive dhe periudha që ndodhin fenomenet, momentet që ju e keni dhe çështjet që keni të bëni me dashurinë e munguar, për shembull, ose gjëra të tjera që keni, është periudha juaj, është momenti më i mirë i mundshëm i stabilizimit në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshorët e 10 ditë të parë, me binjakët e 10 ditë të tretë, që është koha më e mirë e mundshme dhe një periudhë mjaft ideale në zhvillime dhe ndryshime. Në çështjet që lidhen me disa takimet që janë me Luan dhe me Peshk është ideale. Shkojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e bricapëve. Për bricapët duket se sado që juve nevrikoseni, sepse dita hen për juve është pak a shumë ndikuese, ndikonin përballë gafores, po bricapët duket se dhe në mundësitë që kanë tani dhe kohën e duhur që kanë tani, është momenti dhe periudha që do të zgjidhni problemet e juaja, do të zgjidhni çështjet ekonomike financiare ose disa çështje të pazgjidhura më përpara, keni pasur problem dhe marrjen e vendimeve të rëndësishme në kohën e duhur. Koha ka treguar që jeni me fat edhe në ekonomi dhe në stabilizimet e tjera që do të keni, por mundësitë janë mjaft të mira dhe të mbara në këtë aspekt. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshorët e 10 ditë të parë, binjakët e 10 ditë të tretë, binjakët e 10 ditë të tretë një herë është fantastikja, por gjithsesi, edhe pse keni pasur probleme, edhe pse keni pasur gjëra që nuk janë zgjidhur akoma për një arsye apo për tjetrën, por në momentet dhe koha do të tregoj që është mjaft e mirë dhe tepër pozitive. Në një ndikim mjaft e mirë dhe tepër origjinal për juve është pikërisht dashuria e munguar është me virgjëresht dhe me dash të 10 ditë të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorit. Ujorët e dashur, nëse doni që të nisni diçka të re ose të bëni diçka të rëndësishme për sa përket kësaj periudhe, është momenti mjaft i mirë i gjërave të mëdha që keni ose mundësive që do të jepen tani e tutje, është koha juaj dhe momenti më ideal për të zgjidhur çështje problematike, anën ekonomike, punën, karrierën, edhe gjërat e tjera që do të ndikojnë tani e tutje. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me akrep të 10 ditë të parë dhe dem të 10 ditë të tretë që është perfektja, por një nga mundësitë dhe korreksinë tuaj që është me gafore të 10 ditë të tretë, është mundësia dhe momenti më i mirë i mundshëm i qenë ndonjëherë në këtë drejtim. Por një bashkim familjar është me shigjetarët e 10 ditë të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqive. Çfarë ndodh me peshqit dhe ku peshqit kanë atë komunikimin bazë të çështjeve të tyre dhe favorizimet që ju jepen. Në çështjet e anës shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me akrep të 10 ditë të parë, me binjak të 10 ditë të dytë. Me binjak të 10 ditë të dytë është diçka shumë pozitive, ku gjërat janë anën tuaj dhe në gjërat që do të keni në pozicionimin e planeteve, ka të bëjnë me anën e biznesit dhe të karrierës ose në ndryshime të mëdha që keni tani të tutje. Kështu që kjo është një diçka shumë pozitive dhe tepër ideale në anën e punës dhe të biznesit dhe të karrierës suaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me akrep të 10 ditë të parë dhe me gaforet të 10 ditë të tretë është diçka shumë pozitive. Madje keni mundësinë për të zgjidhur problematika të ndryshme dhe kohën e duhur mbi anën e financave. Pak vëmendje do të bëni me akrep të 10 ditë të tretë, në fakt sepse peshqit
mundohen shumë për të arritur në finish, mundohen shumë për të bërë diçka të rëndësishme, por do ta zgjidhin tani për tani, sidomos me Virgjësh është ana më pozitive. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht datës 8 dhjetor të 2025-s. Por pas të ndajmë bashkë, për ju që interesoni për parashikimet e detajuar, kemi pikërisht faqen siç shkon atje, astrologu.al, duke zgjedhur paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, jeni gati pastaj për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypeit. Për ju që doni që në kohën që jemi drejt për drejt me juve dhe doni të na bëni subscribe për të dërguar një mesazh, kemi pikërisht këtë butonin këtu. E klikoni dhe jeni gati për të dërguar mesazhin. Unë Jurpulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mirë.